dhe që të zbardhet deri në fund e vërteta nga një drejtësi e drejtë dhe e pavarur, se që është e pavarur kjo nuk ka pikë diskutimi, se po mos ishte e pavarur nuk do ishin sot mbrapa hekurave ish ministra, e ish deputet, e ish kryetar bashkie, e ish drejtor përgjithshëm të lidhur me këtë parti që është në pushtet. Pra, që janë pavarur, kjo s'ka pikë diskutimi. Prandaj, kjo drejtësi e pavarur duhet të çlirohet nga çdo frikë e të kaluarës dhe nga çdo kompleks i të kaluarës. Morali është një aspekt i rëndësishëm i politikës dhe prandaj dua t'ju pyes sa e moralshme është sipas jush t'i bëni këto kërkesa drejtësisë kur në krahun tuaj të majt ndodhet zoti Ulsi Manja i akuzuar si implikuar në dosjen 184 ku në përgjimet e Bildit del me zë të pastër se deklaron dhe i premton favore zotit Robert Aga, ish drejtori i Komisariatit të Dibrës aso kohe. Kujtoj shprehjet këtu të zotit Manja, në duhesh për punë më të mëdha arbur dhe na themi për Manalt arbur, domthon dy premtime për favore pasi ky i fundit ishte angazhuar në fushat elektorale për Partinë Socialiste në vitin 2016. Sot zoti Manja është ngritur në detyrë, është ministri i drejtësisë, nuk është para asnjë institucioni drejtësisë dhe as në një institucion të vërtetës dënimit. Faleminderit. Pse qesh kur e thua këtë, apo ke parasysh tashisht që sa nuk ka nevojë se dëgjoj bëre një lloj diskursi këtu që është jashtë komplet etikës profesionale, po s'ka problem. Tani mbledh përgjigje mund, po pse qesh kur reciton këtu këtë, apo ke jo, nuk ka. Të lutem, etikën profesionale nuk mund të më tregoni ju. Se në pikturë mësohet etika profesionale më shumë se në gazetari që kam studiuar dhe revështoni. Gjysha ime thoshte nelle labbra dei stolti abbonda il riso. Për këtë kjo është përgjigja ime. Okej, ka diçka tjetër? Ësakt. Po. Vazhdo. Urdhro. Zoti kryeministër, nga këto fakte që ju parashtruat në këtë konferencë lidhur me mosveprimin e drejtësisë për të goditur korrupsionin në nivelet larta, a nuk bini ndesh në deklaratat e tuaja që bashkimi që Shqipëria ka bërë i ka plotësuar të gjitha kërkesat për të hapur negociatat, por është Bashkimi Evropian ai që na pengon? Po kjo nga doli kjo. Atëherë, Bashkimi Evropian flet vetë. Nuk ka nevojë të flas unë për Bashkimin Evropian. Kështu që kur Bashkimi Evropian thotë Shqipëria ka plotësuar gjitha detyrat, s'ka pse ne shqiptarët themi jo, Shqipëria nuk ka plotësuar gjitha detyrat. Këtë e bën shumë mirë, e bënte shumë mirë Partia Demokratike ndjes pas dhe do vazhdojnë ta bëjnë shumë mirë të gjitha copat dhe qikat që kanë lindur dhe rilindur në oborrin e partisë të dikushme demokratike. Nuk ka nevojë ta bëjmë ne. Mirë, ju falenderoj shumë. Më fal, po. Qa është kë? Ano, tani përrejt.
Me ja dhe unë nuk kam pse të mos përgjigjem asnjë vendim që vjen nga non grata i madh dhe nga të verbrit rrethi nuk ka shans që të merret në konsiderat nga ne. Asnjë. I asnjë lloj nuk ka shans të merret në konsiderat nga ne. Kështu që në rast se do të gjende një kandidat i cili do të pranonte që të vinte drejt nesh me bekimin e non gratës, që aty ai do të konfirmonte se nuk bën për president i Republikës Shqipërisë. Përshëndetje, faleminderit. Jemi këtu sot në vijim të një diskutimi që është ngjallur nga qëndrimi im në Asamblenë Kombëtare të Partisë Socialiste, lidhur me nevojën që SPAK-u të hetojë në mënyrë gjithëpërfshirëse korrupsionin e politikanëve dhe të gjykatësve e prokurorëve të korruptuar, të cilët si të tillë janë përjashtuar nga procesi vettingut. Disa e kanë quajtur këtë presion mbi drejtësi, disa të tjerë kanë quajtur frikë nga humbja e pushtetit, ndërsa të tjerë e kanë komentuar si përpjekje për të shehur dështimet e qeverisë apo orvajtje deri dhe të vonuar dhe të kotë. Tani, pavarësisht interpretimeve të ndryshme, për mua, më e rëndësishmja është që ky diskutim të bëhet. Sepse SPAK-u së shpejti mbush 3 vjet, vettingu dhe pak javë mbush 5 vjet, dhe për pak vite pritja e popullit shqiptar për një drejtësi të drejtë dhe të barabartë mbush 35 vjet. Prandaj, si dikush që për shkak detyrës e ka udhëhequr politikisht, moralisht dhe vendosmërisht reformën drejtësi, në emër të forcës politike që i ka dhënë kësaj reforme të gjithë fuqinë e mbështetjes vet, morale, politike, profesionale, që nga piknisja deri më sot, po dhe si njeriu që është sulmuar më shumë për këtë reformë, dhe jo vetëm nga kundërshtarët e saj të betuar, po dhe nga mbështetësit e saj, që janë krejt palumtur sot, dhe me drejtë sipas meje, për shkak të mos gjithanshmërisë së spektrit të hetimeve dhe të gjykimeve drejtanishme, unë besoj se të drejtën që në këtë moment, që një farë mënyre mbyll një cikël dhe hap një cikël të ri nga aspektin kohor, të drejtën që ta ndaj me opinionin publik qëndrimin tim për punët e drejtësisë së re, nuk më heq dot askush. Kujtoj këtu për gjithë ata që mund ta kenë harruar se i kam dhe i kemi mbështetur të gjitha vendimet dhe veprimet e SPAK-ut, pa asnjë ekuivok. Zero. Madje pa asnjë koment tjetër përveç inkurajimit të veprimtarisë hetimore. Kujtoj këtu se kemi bërë qartë qysh në kryeherës dhe e kemi treguar jo me fjalë, po me qëndrimin tonë sa herë ka qenë rasti,
se për ne nuk ka të paprekshëm dhe se çdo kush në radhët tona që me drejtësinë ka një llogarit hapur, derën e kësaj partie ka të mbyllur. Kujtoj këtu gjithashtu, dhe kjo është me shumë rëndësi, se nëse sot ish ministra, ish deputet, ish kryetar bashkie, apo ish drejtor të përgjithshëm, të cilët një pjesë e madhe nuk kanë qenë ish kur janë ndaluar, dhe tani janë prapa hekurave. Për te i faktit se fajësia një pjesë e tyre mbetet provohet në gjykat, kjo është vetëm rezultat një fakti shumë konkret dhe historik, që është se as unë dhe as kush nga ne, por këtu po flas personalisht, si jam angazhuar në rrugën e kësaj reforme, as për të një gjë dhe pastaj për të bërë gjë tjetër, siç ka ndodhur gjatë gjithë historisë, as për ta përdorur politikisht drejtësinë siç ka ndodhur gjatë gjithë historisë, as për të sulmuar politikisht kundërshtarët politik përmes organeve të drejtësisë, siç ka ndodhur gjatë gjithë historisë. Përndryshe, dhe kjo është shumë e thjeshtë, siç nuk ishte ndodhur në 500 vjet, nuk do kishte ndodhur as në to 5 vjet, dhe gjithë kjo që ka ndodhur, e tregon. Dhe siç nuk doli në 500 vjet, nuk do kishte dalë as në këto 5 vjet, në i prokuror apo gjykatës, që të hetonte dhe të dënonte figurat larta politike në oborin e partisë në pushtet. Prandaj, që të jemi shumë të qartë, garancia se drejtësia mund të hyjë lirisht në oborin e Partisë Socialiste dhe të bëj drejtësi për çdo që e turpron këtë parti, jemi ne. Ne këtu. Leadershipi i Partisë Socialiste dhe vetë kjo parti dhe askush tjetër, asnjë tjetër, dhe kjo është çështje zgjedhje. Nuk është çështje imponimi nga dikush, nga Amerika apo nga Europa. As detyrimi ndaj Amerikës apo Europës. Kjo është çështje zgjedhje që unë dhe ne kemi bërë si detyrim për fëmijët tanë, fëmijët e gjithë shqiptarëve, fëmijët e Shqipërisë, duke ja hyrë detit në këmbë, atëherë kur askush nuk e besonte se do t'ja dilim ta kalonim reformë. Dhe ja ku jemi sot. Prandaj do të kenë shumë të qartë që të gjithë shqiptar, ndërkombëtar, gazetar, se kjo parti është i vetmi subjekt në këtë vend, i vetmi që as nuk i ka bërë, as nuk i bën,
dhe asë nuk do t'i bëj, sa t'jem unë këtu jo njëherë, në një presion drejtësisë. Deri kur të më jepni ndë një subjekt tjetër, unë betem me këtë mendim. Të kërkosh më shumë nga drejtësia, kur Betingu po bën 5 vjetë, Spaku po mbush 3 vjetë. Nuk do të thotë bësh presion. Se përndryshe qa do duhet thoshin pastaj për deklaratat e përfaqësuesve të Bashkimit Evropian apo të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ku është kërkuar dhe hapur nominalisht dëshkimi i politikanëve apo i gjykatësve të korruptuar. Presion, mi drejtësim, si pas meje jo. Si pas meje një kërkes legjitime për të kërkuar më shumë nga drejtësia. Në ndërkohë që për drejtësinë është bërë investimi më i madh në historinë e këtij vendi në aspektin politik, qoftë nga Partia në pushtet, Partia Socialiste e Shqipërisë, se kemi qenë në pushtet dhe me një parti tjetër kur kemi filluar këtë punë. Prandaj kemi të qartë Partia Socialiste e Shqipërisë, qoftë nga miqtë e partnerët ndërkombëtar. Qa presioni është kërkosh hetimin e një ish presidenti dhe një ish kryeminist të shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara me akuzat më të rënda të mundshme që lidhen drejt për drejt me veprimtarinë e institucionave të këtij vendi. Dhe ta bësh këtë, thuaj se një vit pasi shpallja non grata është bërë, dhe pasi sekretari Amerikan i Shtetit ka kërkuar publikisht në deklarat se institucionet e vendit, pra të këtij vendi, duhet bëjmë punë e tyre. Dhe që t'jemi shumë të qartë, juve mund të provoni të kundërtën. Unë s'kam kërkuar dhe askush nuk ka kërkuar dënim, por hetim. Hetim. Dënimin nuk e vendosim ne. Por të hetohet një çështje që është gur në qafë për gjithë Shqipërinë. Dhe nuk është çështje e një personi. Është domosdoshmëri.